Situatën politike sot do ta diskutojmë me kënaqësi me zotin Basri Muja. Zoti Muja, të përshëndes, faleminderit. Përshëndetje. Siç e thash, Kurti nuk ka humbur kohë, ka nisur me njëherë takimet. Je optimist për këtë raund të dytë bisedimesh për të ndërtuar institucionet, edhe pse jo për zgjidhur ngërçin e presidentit? Po, mendoj që zoti Kurti sot veproi mirë që i ftoi në takim përfaqësues të partive parlamentare, që dolen nga zgjedhjet e fundit. Sigurisht që ai do t'ju ofrojë atyre perspektiven e tij, perspektiven e partisë së tij si parti fituese, për mundësinë e formimit të institucioneve reprezentuese nga këto zgjedhje. Që jam i sinqert, u rasova pak me deklaratën e zotit Hamza, i cili në një farë mënyrë bën me kuptuar që ata do të dalin në opozit dhe nuk ka shprehë asnjë interesim për qenë pjesë e institucioneve të dalura nga këto zgjedhje. Çka do të ndodh sot me zotin në takimin me zotin Kurti dhe zotin Abdigjiku, nuk jam më shumë optimist, edhe për shkak të problemeve të mëdha të brendshme të cilat i ka Lidhja Demokratike dhe mendoj që pozita e zotit Abdigjiku është e tillë që ai vështirë që do të jetë në gjendje që të vendosë për rolin e Lidhjes Demokratike në këto biseda. Do të shkojmë prapë në zgjedhjet e jashtëzakonshme? Duket që po, fatkeqësisht, mendoj që partitë opozitare e kanë keq kuptuar rolin e tyre si opozitë. Ato në një farë mënyrë atë që nuk kanë mujtë të arrijnë në kutitë e votimit, tash po tentojnë përmes bllokadës së zgjedhjes së presidentit të arrijnë në tavolinën e bisedimeve, dhe kjo është e papranueshme. Megjithatë, vetëvendosje, Albin Kurti vijon që t'insistoj. Nëse do të bëjmë një analizë për gjasat, ku do ta gjej bashkëpunëtorin, partnerin në analizën tënde, zoti Muja? Po, mendoj që sa i përket zgjedhjes së kryeministit, formimit të qeverisë, votuesi kosovar me 7 qershor ja ka jep autorizimin qartë lëvizjes vetëvendosje bashkë me partnerët e saj të koalicionit dhe me përfaqësues të pakicave jo serbe. Pra, puna e qeverisë është punë të cilën e kemi vendosur ne në fundit atë dite. Derisa të zgjedhja e presidentit jo rastësisht është vendosje prag më i lartë, 2/3 në mënyrë që edhe për shkak të pozitës së presidentit të zgjidhet të gjendet një person i cili reprezenton një spektër më të gjerë. Mos harrojmë që presidenti i Kosovës nuk është që ka shumë kompetenca, por ka një rol shumë të rëndësishëm unifikues, edhe institucional, edhe nacional, është një farë moderatori, dhe si i tillë mendoj që do të duhej të kërkohej një person i cili e reprezenton një spektër më të gjerë të votuesve. Pra, jo një shumicë të thjeshtë ta zonë 50.1%, por jo rastësisht që janë 2/3 dhe në këtë kuptim mendoj që lëvizja vetëvendosje do duhej që partive opozitare të ofroj një platformë për bisedime, të ofroj një platformë për caktimin e kritereve qarta se si do duhej të dukej një president i Kosovës, çfarë tiparësh do duhej të kishte ai personalitet, dhe pse jo të pres nga partitë opozitare që të vinë edhe me propozime konkrete, me emra konkret. E kam fjalë këtu para se gjithashtu për emra të kandidatëve apartjak, të cilët nuk kanë ndonjë afiliencë me partitë politike, sepse nëse lëshohemi te kandidatët partijak, mendoj që është e qartë se kujt do duhej të takonte një pozitë të tillë. Pra, nuk ka kuptim që të ketë pretendime një parti me 7%, 16%, 20% dhe të mohohet një parti e cila i ka 47%. Prandaj, për të ikur një situatë të tillë, kur do duhej që kur do
kishte mundësi që një parti të kishte edhe tri funksionet kryesore në vend, mendoj që partitë opozitore do duhet që të kërkonin standarde të larta, që të tentonin me gjetë persona shumë të fuqishëm, shumë të pavarur, me kredibilitet të lartë, të cilët nuk do të ishin zgjatje e qeverisë, por në anën tjetër edhe ata ai apo ajo nuk do ta luajë rolin e opozitës në presidencë, sepse opozita duhet të luhet në kuvend, jo në presidencë. Zoti Muja, në atë fushat të shkurtër, para zgjedhore, protagonistët kryesor, duhet ta pranojmë, ishin Kurti, Vjosa Osmani edhe Abdi Xhiku deri diku. Sot që zgjedhjet kanë mbaruar, çfarë pret nga zonja Vjosa Osmani? Mendoj që zonja Osmani nuk është më kandidat serioz, ajo edhe për shkak të atyre fiskulturave politike, nëse mund të them, në mas të madhe ka delegjitimua dhe veten, mos harrojmë, para 5 viteve ishte gruaja me votuar, i kishte mbi 300.000 vota, tani ka diku 90.000 vota, pra ka një rënje masive për krahjes popullore të saj, dhe mendoj që ajo e ka kuptuar këtë situatë, por se tani partia e dytë, e cila do të ofronte stabilitet, mendoj është Partia Demokratike, por ajo duket që nuk është shumë e interesuar për gjetjen e një zgjidhje, sepse ata janë duke pritur edhe verdiktin e gjykatës së Hagës, i cili verdikt pritet që të ipet diku duket me 16 shtator, 17 shtator, dhe sido që të jetë ai verdikt, ne presim që të jetë lirues, por se sido që tjetë, mendoj që ai do ta mobilizoj votuesin e Partisë Demokratike, ta zonë nëse është lirues, sigurisht që do tjetë një moment frymëzimi për një rilindje, nëse mund të më shupo, edhe nëse nuk do tjetë ashtu si që kemi pritë, mendoj që megjithatë do të krijonte një farë momente empatie te ky votues tradicional i Partisë Demokratike. Interesant kjo që thatë. E shikon të ndërlidhur shtyrjen e vendimit në Hag me atë që ndodhi në Kosovë, kanë fjalën për zgjedhjet e jashtëzakonshme, je ndër ata që mendoni se ka lidhje? Kjo gjykata e Hagës, gjykata dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, në mënyrë janë gjithçka tjetër, por nuk janë gjykatat ndërfillta, ato janë më shumë gjykata politike dhe nuk mbefason asgjë. Po në anën tjetër mendoj që arsyetimi i tyre ishte kogja plauzibel, sepse vërtet ka shumë materiale. Ata kanë punuar që 6-7 vite vazhdimisht. Ky ndrimi zyrtar. Po e ndërlidh me zgjedhjet e jashtëzakonshme edhe me atë që fole pak më parë, ndikimin ndoshta në elektorat. Po mundet edhe tjetë ashtu, sa dhe që unë nuk kam argumente këtë drejtim, po mendoj që një ndërlidhje tillë nuk të përjashtohet. Qartë. Të falenderoj shumë, zoti Muja. Falenderoj për mundësinë. Kënaqësi. Shkëputemi për pak publicitet. Rikthehemi.